Reziston me të drejtë, por Portugalia, po shkoj me shtesë, mendoj që Portugalia është më e fortë me shtesë, ka me eksperiencë, akoma din ta menaxhojnë veten, si thua, kurse Spanja i ka të gjithë të rinj, mund t'japi maksimum në 10 minutë, po. Nuno Mendes doli në mos gaboj, u dëmtu, kështu që kjo tregon që përgatitja fizike e portugezëve çardon pak. Dakord, i ka dhe një kundërshtar në kraj i cili të të ezauron. Mendimin tim, Gadishulli, Berik është sot për sot. Edhe sot ka bërë vërtet shumë mirë. Në ato minuta që pam, absolutisht. Ishte vërtet vendimtar, shumë nga më të mirë. I performancë i shqyrë, më ka pëlqyer vërtet shumë. Klajf, mendimin tim, domethënë duhet ndalem pak te kjo pjesa. Gadishulli, Berik, Portugalia, Spanja janë dy vendet që për mjekësinë sportive janë në një nivel më të lartë se sa zonat e tjera. Pra, një kursi i Barcelonës që bën për mjekësinë sportive kushton më shumë se sa një vit universitar, kështu që janë me vërtet shumë përparuar dhe janë me vërtet shumë mjeshtra në pjesën e mjekësisë sportive. Majsa po shikoja ndeshjen, mendimin tim një nga ndeshjet më të bukura të botrori, raste pafund nga të dy ekipet. Bukur. Thjesht mungon finalizimi. Këtë mbrëmje sot me si është, Klajf? Me dëshirë shumë të madhe duhet kaloj Spanja. Por dhe pse kam atë dëshirën tjetër që të shikoj një Portugali-Argentinë, se miku Brazili, nuk në finale, ajo do ishte diçka shumë e bukur. Edhe njëre për gjithmonë do mbyllej Messi ose Ronaldo, do fitonte Messi dhe aq. Ja, nuk besoj se ka diskutim. Nuk ka diskutim për Messi dhe Ronaldo. Nuk ka diskutim.